Kritikat e forta publike të Elisa Spiropalit ndaj funksionimit të Partisë Socialiste nuk kanë gjetur ende reflektim në diskutimet zyrtare të grupit parlamentar. Pas një mbledhje me deputetët socialist, ku ish ministria nuk ishte e pranishme, kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla u shpreh se shqetësimet të tilla nuk janë paraqitur në mënyrë formale në strukturat e partisë apo te kuvendi. Në lidhje me rolin aktual të Spiropalit si deputet e thjesht pas funksioneve të mëparshme në nivelet më të larta të shtetit, Balla theksoi se performanca e saj do të vlerësohet sipas praktikës së zakonshme që ndjek Partia Socialiste. Ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë të performancës së punës së çdo deputeti. Kryesia e grupit parlamentar i paraqet grupit parlamentar një raport për performancën e çdo deputeti të Partisë Socialiste. Është rregull, un kam 21 vjet të grup parlamentar, atëherë bëhet një vlerësim i performancës së cilit, ku padyshim pastaj kërkohet përmirësimi i punës apo çështje të tjera. Janë rregulla të cilat ekzistojnë në çdo grup parlamentar dhe çdo parlament evropian. Ndërkohë, Balla u ndal edhe tek objektivat e politikës së Partisë Socialiste, duke theksuar se ka nisur një fazë reorganizimi dhe aktivizimi të strukturave. Ky proces reenergjizimi i partisë ndërlidhet me fazën tjetër. Faza tjetër janë zgjedhjet vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë konkuron për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Deklaratat e tij vijnë në një moment kur debatet e brendshme dhe qëndrimet publike të figurave të njohura të Partisë Socialiste po ndiqen me vëmendje, ndërsa drejtuesit e saj përpiqen të ruajnë fokusin tek organizimi dhe objektivat elektorale në vijim.